Disa muaj pas vrasjes së 15 gushtit të këtij viti, ku mbeti i vrarë 14 vjeçari Eral Gjejo nga bashkëmoshatari i tij Enedio Guri, gjykata e apelit Tiranë ka nxjerrë nga qelia babain dhe xhaxhain e autorit Edison Guri dhe Roland Guri, të cilët ishin të akuzuar për fshehje të krimit. Gjykatësia e gjykatës së apelit Lutfie Selami ka ndryshuar masën e sigurisë për të dy këta shtetas nga arrest në burg në arrest shtëpie, ndërkohë familjarët e viktimës e kanë konsideruar këtë një padrejtësi nga ana e gjykatës dhe kërkojnë kthimin e tyre në qeli. Ishte bërë gjyqi në fillim fare një nga autor do më që ka zënë policia ka qenë Florian Qela, i cili ka qenë me autorin në makinë, ka qenë të dy, dhe nuk e parandalovi ngjarjen, që ishte i pari, kryesori ka qenë ky. Dhe kur ishte bërë gjyqi, gjykata e kishte lënë të lirë me arrest shtëpie. Nuk kemi dashur që të dilnim të jepnim intervista, se sa herë flasim nuk durojmë dot. Edhe kur para pak ditësh marri vesh që kishte dalë edhe xhaxhai edhe jati. Ka nxjerr apeli, kishin bërë një kërkesë, nuk e di. I ka nxjerr edhe ata të dy. Tani ne kërkojmë drejtësi, të më nxjerr dje kishim besim në drejtësia, edhe nuk e di se çfarë do mund të bëhet. Nuk e di. Nuk ka dalë vendimi akoma. Thjesht një gjykatëse nga Tirana, ja harrova emrin tani, thjesht dhe më një kanë nxjerr. Avokati na tha që për 5 ditë ta del vendimi, mund të kanë kaluar 10 ditë. Nuk ka kaluar e vendimi akoma. As ne nuk e dim përse i ka liruar. Kur prokuroria të kërkovi në fillim fare burg për të tre këta, kur tani marrim vesh para disa ditësh që i kishte liruar, kishin bërë një kërkesë në gjykatën e apelit në Tiranë. Do mundojmë në si mund të ndjekim, vetëm me ligj, me drejtësi, në qoftë se ka drejtësi. Bëjmë apelin instituciones, neve sa të kemi jetë, do ta me këtë çështje të merrim, se ne nuk e kemi besim në drejtësi, po edhe shumë nuk kemi. Duan që të merren institucionet të ligjit, se po ndodhin shumë gjëra. Shumë edhe si rasti idealit ton po ndodhin shumë. Ndodhi edhe në Durrës, ka ndodhur edhe të tjera. Djali kishte dalë me shokët, vajti për të qethur në Pirk, në një fshat se shumë e kishin hedhur jo në Maliq, jo në aty. Në Pirk dhe rrugës ishin ndeshur me autorin. Në makinët nuk e di, kishin shkëllyera, nuk e di si ashtu. Me sa që më thanë shokët e djalit, e aty ishin përleshur. Nuk besoj që riparalëmruar. Nuk kishin çandanin, fëmijë. Nuk kishin çandanin. Jo. Asnjëri nuk ka ardhur. As janë munduar. Edhe sikur të kenë dashur çfarë do kërkojnë. Çfarë mund të kërkojnë, nuk e di. Çfarë mund të kërkojnë. Jemi të shkatëruar. Jemi shumë të shkatëruar. E të vetë me ngushëllim që kishim në drejtësia, edhe këta, në sa që po shikojmë, si që po ndodhin gjërat. Nuk di më se po të kemi besim, edhe se çfarë mund të bëhet. Një ati me xhaxhain që
fshevën armën e krimit, e kishin larë me sa di unë, kishin marrë thikën, e kishin larë. Unë nuk e di çfarë, si i lirojnë këta njerëz të këtillë. Nuk që janë këta gjykatës, që janë këta... Nuk e di. Ne duam vetëm drejtësi, që mos i ndodhi asnjëriu kjo që na ndodhi neve.